Pra miq dashur, sot ne nuk do të flasim për politikat e larta, për Mark Rutten që po bën vizitën këtu në vendin tonë, as për shportën ekonomike, për shqetësimet të mëdha që i kemi qytetarët me krizet që po na përfshin. Sot do të kërkoja që të bëjmë një kërkimfalje kolektive, sepse kjo rasti i ditës së djeshme na ka turpëruar të gjithëve. Në një letër të cilën e postoi pikërisht daja i vajzës që ndroi jetë, vëllai i thoshte: "Daj, më fal nëse kam gabuar për diçka." Sepse këto ishin fjalët e fundit të një vajze në moshën deri në 10 vjeçare, një fëmijë që në vend të luante me shoqet ose të përgatitej për shkollë, ai po i kërkonte fjalë botës para se të hidhet nga kati i 6 i një ndërtese në lagjen Karposh. E shtrënguar pas dorën e nënës së saj. Por e vërteta është se ajo, nëna, dhe ajo vajza e vogël, nuk kanë gabuar asnjë gjë. Unë mendoj që gabuam ne si shoqëri, gaboi ky shtet, gaboi çdo zyrë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, gaboi çdo shërbimi ku paraqiten këta raste sociale, apo ku nëna dhe vajza kanë trokitur për vite me radhë. Daja i saj Aleksandar Stojanovski, vëllai dhe daja i viktimave, na dha dje një dështim që të rënqeth trupin, sepse ato kishin raportuar për dhunë dhe kishin raportuar edhe kërcënim. Kishte pasur madje edhe një tentativë për vrasje në një institucion shtetëror. Dhe çfarë bëri sistemi, Valbona? Sistemi e la të ktheheshin në ferrin e tyre. Sistemi të vret më shumë se sa vetë dhunuesi. Ferri u bë i pa promovueshëm. Pra sot, miq dashur, nuk pyesim neve këtu në studion tonë pse ndodhi kjo, sepse ndodhi. Ne të gjithë e dim se pse ndodhi. Ndodhi sepse dikush në polici nuk e ka marrë me seriozitet këtë punë, këtë denoncim. Ndodhi sepse dikush në shërbimin social mendoi se është thjesht një zënk familjare dhe do të kalon shumë shpejt. Ndodhi sepse për shtetin ton, jeta e një gruaje dhe një fëmije vlen më pak se një letër procedurale. Pra ne këtu nuk jemi këtu realisht për të mbajtur zi, po jemi këtu për që të bëjmë një thirrje për të kërkuar emra. Kush e la pas dore dosjen e tyre, kërkesën e tyre, hallin e tyre? Kush e la dhënuesin të lirë? Dhe pse policia dështoi që t'i mbrojë? Më tragjike është që ishte shumë shqetësuese. Edhe sa raporte janë në polici të cilat mbahen të heshtura thjesht për një nënshkrim. Kur të ndodh një gjë e tillë, drejtorati duhet të presësh randin tënd. Jo, të presësh randin tënd se kur do të vras. Pra ky është vendi jon, miq dashur, shteti jon, i mirë, i bukur, i lumtur, i buzëqeshur, me një farsë në këtë nënqillin ton të mirë që Zoti na e ruaj dhe na e shtoft me të mira.